13 minuta pas ngritjes nga Londra Heathrow, një fluturim I British Airways zhytet në errësirë me asgjë për ta udhëzuar përveç horizontit të dobët jashtëdritares. Kapiteni lufton për ta mbajtur aeroplanin duke fluturuar në nivel. 82 jetë varen në pezull, ndërsa pilotët përpiqen të kuptojnë se çfarë të bëjnë më pas. Ajo që jeni duke parë është një histori se si njerëzit marrin vendime nën presion, dhe është një histori rreth forcave që ndikojnë në vendimet e tyre. Kjo është historia e fluturimit 870 të British Airways. Nisja nga Heathrow. Ishte një mbrëmje e ftohtë tetori në vitin 2005, kur 76 pasagjerë dhe 6 anëtar të ekuipazhit hipën në një Airbus A319 të British Airways në aeroportin Heathrow të Londrës. Fluturimi I caktuar si fluturimi 870 ishte I drejtuar për Budapesht, qytetin kryeqytet të Hungarisë. Në bord ishin një përzierje turistësh që udhtonin për të parë qytetin historik evropian dhe hungarez që ktheheshin në shtëpi nga Mbretëria e Bashkuar. Udhtimi pritej të zgjaste rreth 2 orë gjysmë. Në komandë të fluturimit ishte një kapiten me përvojë. Në moshën 53 vjeç, ai kishte mbledhur pothuajse 12.000 orë fluturimi në kohën e tij si pilot, 4.000 prej të cilave në aeroplanët e serisë Airbus A320. Para kësaj, ai kishte fluturuar Boeing 757 dhe 767 me rrugë të mesme. Duke ndenjur në të djathtë të tij, ishte një oficere e parë 29 vjeçare. Për krahasim, ajo ishte relativisht e re në fluturim, me vetëm 2.000 orë totale, pothuajse të gjitha prej të cilave në familjen A320. Pilotët marrin trajnim të gjerë për një gamë të plotë emergjencash, nga dështimet e motorit gjatë ngritjes deri te dekomprimimet e shpejta dhe tymi dhe zjarri në bord të aeroplanit, ndër shumë të tjera. Ata gjithashtu testohen rreptësisht në njohuritë dhe aftësitë e tyre çdo 6 muaj në simulator fluturimi me lëvizje të plot shumë realistik. Por çfarë ndodh kur një ekuipazh përballet me një emergjencë të cilën nuk e kanë hasur kurrë më parë? Një emergjencë në të cilën aeroplani sillet në mënyra që prodhuesi nuk I kishte parashikuar. Ndërsa 2 pilotët plotësonin përgatitjet e tyre para nisjes, ata nuk kishin asnjë ide që vetëm minuta pas ngritjes do të përjetonin pikërisht këtë lloj emergjence. Si ata u përgjigjen në momentin kritik, mund të bënte ndryshimin midis jetës dhe vdekjes për të gjithë në bord. Pak pas orës 8, fluturimi 870 u tërhoq nga porta e tij në Heathrow. Në bord ishin 82 pasagjerë dhe antar ekuipazhi dhe pak mbi 13 ton metrik karburanti. Pilotët nisën motorët dhe filluan të lundronin nëpër labirintin e rrugëve të taksiut të Heathrow drejt pistës aktive. Sfida në pritje. Kapiteni do të fluturonte aeroplanin për në Budapesht këtë mbrëmje, dhe ai kishte diçka prej sfide në pritje kur të arrinte atje. Ai kishte rishikuar parashikimin e motit prapa në port dhe kushtet në Budapesht ishin më pak se ideale. Ishte me mjegull, me re që vareshin vetëm 200 metra mbi aeroport, dukshmëri aq e ulët sa 500 metra dhe mundësi për shi më vonë gjatë mbrëmjes. Por prap se prap, kjo ishte diçka me të cilën pilotët mund të shqetësoheshin më poshtë në rrugë. Për tani, ata thjesht duhej ta largonin aeroplanin nga toka dhe të ngjiteshin nëpër hapësirën ajrore të famshme të zënë të Londrës deri në lartësinë e udhëtimit. Në orën 8:20, kapiteni e rreshtoi aeroplanin e tij në pistë dhe vendosi shtytjen e ngritjes. Pavarësisht nga gjithë automatizimi në kabinën moderne, ngritja ka mbetur më shumë ose më pak një çështje manuale. Ndërsa aeroplani shpejtohej, kapiteni e mbajti në vijën qendrore të pistës duke përdorur pedalet e timonit, dhe pastaj pasi arriti atë që njihet si shpejtësia e rrotullimit, ai tërhoqi shkopin tansor butësisht mbrapsht derisa hunda e aeroplanit u ngrit në ajër. Më pak se 1 minutë pas fillimit të vrapit të ngritjes, fluturimi 870 ishte në ajër. Oficerja e parë ngriti pajisjen e uljes dhe pastaj tërhoqi flapët, ndërsa aeroplani ngjitej dhe shpejtohej. Jo shumë pas ngritjes, kapiteni angazhoi autopilotën. Në hapësirën ajrore të zënë të Londrës nuk ka shumë vend për papërpikri dhe autopilotët kanë bërë një punë më të mirë se njerëzit në atë aspekt për dekada. Por me mbështetjen në automatizim që këto përparime teknologjike inkurajojnë, ka ende diçka për t'u thënë për kthimin në bazat e themelit her pas here.
Arsyet për këtë janë për të bërë shumë të qarta. Humbja e energjisë. Rruga e fluturimit 870 do ta sillte atë jashtë mbi qytetin Clacton në bregdetin lindor të Mbretërisë së Bashkuar dhe pastaj mbi detin e Veriut, para se të arrinte në tokë mbi Holand dhe pastaj të vazhdonte më thellë në kontinentin evropian, duke arritur në Budapest rreth orës 10:30. Për disa minuta të para, çdo gjë në bord ishte normale. Moti i destinacionit pavarësisht qiejt mbi Londër ishin plotësisht të kthjellët. Pasagjerët që rrinin pranë dritareve tërhiqen nga pamjet të shkëlqyera të siluetës dalluese të Londrës, ndërsa aeroplani u dëtonte në lindje. Kontrolli i trafikut ajror kishte liruar fluturimin për të ngjitur deri në 23.000 metra dhe pilotët prisnin të liroheshin për në lartësinë e tyre përfundimtare të udhëtimit së shpejti. Por vetëm 8 minuta pas ngritjes, ndërsa aeroplani afrohej në breg, diçka plotësisht e papritur ndodhi. Në kabin u dëgjua një zhurmë fort dhe dritat u fikën. Fluturimi 870 ishte bërë i errët. Pilotët mbetën të shokuar. Mendimi i menjëhershëm i oficeres së parë ishte se motorët kishin dështuar, por me aeroplanin ende duke u ngjitur, kjo nuk dukej të ishte rasti. Kapiteni kapi shkopinët e tij ansor dhe lidhset e shtytjes dhe filloi të fluturonte aeroplanin manualisht. E gjithë automatizimi i aeroplanit ishte çaktivizuar nga humbja katastrofike e energjisë elektrike. Kapiteni kishte trajnuar për probleme elektrike në simulator, por atu skenar thjesht nuk e kishin përgatitur atë për problemet me të cilat tani përballej. Pa ekranin e tij kryesor të fluturimit, ai kishte humbur informacion jetik rreth shpejtësisë, lartësisë dhe qëndrimit të aeroplanit. Pa ekranin e tij të navigimit, ai kishte humbur çdo ndjenjë të qartë se ku ishte dhe çfarë aeroplanësh të tjerë ishin përreth tij. Kapiteni duhej të ishte në gjendje të përdorte instrumentet e vogla të gatishmërisë për të parë qëndrimin, shpejtësinë dhe lartësinë e aeroplanit, informacion bazik i cili është absolutisht thelbësor për pilotët. Por në kundërshtim me atë që Airbus kishte premtuar, dritat që ndriçonin këto instrumente nuk po funksiononin. Pa një instrument të vetëm për të mbështetur, kapiteni tani duhej të fluturonte aeroplanin e tij artit më të fundit me asgjë për të udhëzuar përveç pamjes jashtë dritares së tij në errësirën e natës. Ky nuk ishte një detyrë e lehtë. Instrumenti i vetëm që ende funksiononte në kabin ishte njësia e ekranit të poshtëm dhe ai tregonte një histori që nuk parashikonte mirë për aeroplanin. Kapiteni u përpoq të shpallte një emergjencë për kontrollin e trafikut ajror, por në stresin e momentit, ai shtypte butonin e kuq të shkëputjes së autopilotit në shkopinët e tij ansor, në vend të butonit "shtypni për të folur" në pjesën e përparme të shkopinjve ansor. Kur ai realizoi gabimin e tij dhe provoi përsëri duke përdorur butonin e saktë, ai nuk mori përgjigje. Radiot e aeroplanit kishin qenë një viktim tjetër e humbjes së energjisë. Lart mbi Mbretërinë e Bashkuar, pilotët ishin vetëm. Prapa, në tokë, kontrollorët e dinin se diçka e çuditshme po ndodhte. Diku në qiejt mbi Clacton, fluturimi 870 i British Airways kishte zhdukur nga radari. Kontrollori i trafikut ajror përgjegjës për fluturimin i thirri me radio pilotët, por ai u prit me heshtje. Nëse fluturimi kishte humbur thjesht transponderen e tij, ai do të zhdukej nga radari, por do të ishte ende i kontaktueshëm mbi radio. Fakti që ai nuk ishte më në radar dhe nuk po përgjigjej me thirrjeve të radios, ngriti flamuj të kuq serioz në kontrollin e trafikut ajror. Probleme komunikimi. Në kabin, pilotët kishin problemet e tyre të komunikimit. Kabina e fluturimit është një vend i zhurmshëm me erë që godet trupin e aeroplanit me qindra kilometra në orë dhe ventilatorët e kompjuterve që rrotullohen vazhdimisht. Për ta bërë komunikimin më të lehtë, pilotët flasin me njëri tjetrin nëpërmjet kufjes me anulim zhurme, por pa energji, këto kufje kishin bërë tani të padobishme. Pilotët duhet të ngrisnin zërat e tyre për të dëgjuar duke folur me njëri tjetrin dhe disi të zhvillonin një plan për të rikthyer energji në aeroplan dhe për ta kthyer atë përsëri në tokë. Presioni që ishin ata ishte i madh dhe në këtë pikë ata ende nuk kishin asnjë ide se çfarë ishte gabim me aeroplanin e tyre. Prapa, pasagjerët gjithashtu e gjetën veten në errësirë për të folur kështu. Dritat kryesore të kabinës kishin humbur furnizimin e tyre me energji dhe tani vetëm dritat e emergjencës ndriçonin kabinën.
Burimi I vetëm I informacionit të pasagjerëve rreth asaj që mund të po ndodhte ishte ekuipazhi I kabinës, por me sistemin e interfonit pa energji, ekuipazhi I kabinës nuk mund të arrinte te pilotët. Edhe duke përpalluar kërcënimet e menjëhershme që vinin nga brenda aeroplanit, kapiteni gjithashtu duhej të merrte parasysh kërcënimet nga jashtë. Lirimi I fundit nga kontrolli I trafikut ajror kishte qenë të ngjitej në nivelin e fluturimit 230, rreth 23.000 metra. Kjo ishte lartësia e vetme që mund të garantonte se ai nuk do të përplasej me një aeroplan tjetër. Siç kujtonte, ai kishte qenë duke u ngjitur në rreth 19.000 metra kur energjia u humb, që do të thotë se ai kishte edhe 4.000 metra për të shkuar para se të mund të nivelohej. Duke vështruar në errësirë, kapiteni mund të dallonte instrumentet e gatshmërisë, edhe pse ato nuk ishin të ndriçuara. Instrumentet të paktën dukej se po funksiononin. Ato do t'i jepnin një ide të lartësisë, shpejtësisë dhe qëndrimit të tij. Ndërsa kapiteni fluturonte aeroplanin, oficerja e parë filloi të punonte nëpërmjet listës së kontrollit që tani kishte shfaqur në njësinë e ekranit të poshtëm. Duke ndjekur procedurën, oficerja e parë lexonte çdo artikull të listës së kontrollit me zë të lartë, duke përfshirë veprimin që ajo supozohej të bënte. Kjo pastaj konfirmohej nga kapiteni para se ajo të kryente veprimin. Pilotët ishin të mbingarkuar, por ata duhet të zgjidhshin problemet e aeroplanit në mënyrë sistematike. Një hap I gabuar dhe ata mund ta bënin këtë situatë të keqe edhe më të keqe. Edhe pse njësia e ekranit që tregonte listën e kontrollit po funksiononte, errësira në pjesën tjetër të kabinës do të thotë se butonat dhe çelësat e përmendur në listën e kontrollit ishin jashtëzakonisht të vështirë për t'u gjetur. Me pothuajse 2000 orë në aeroplan, oficerja e parë ishte shumë e njohur me rreshtimin e panelit të sipërm, por në errësirë pothuajse të plot, u bë pothuajse e pamundur për të sigurojë se po bënte përzgjedhjet e duhura. Ajo përparoi me kujdes nëpër listën e kontrollit, duke kontrolluar 2 dhe 3 herë çdo gjë që bëri. Si pjesë e listës së kontrollit, ajo duhet të kalonte motorët në një cilësi më manual, ku shpejtësia e motorëve kontrollohej drejt për drejt nga pozicioni I lidhseve të shtytjes. Ndryshe nga pilotët e Boeing, pilotët e Airbus nuk marrin shumë kohë praktike me lidhset e shtytjes. Këto kontrollohen nga sistemi I shtytjes automatike për pothuajse të gjithë fluturimin. Ndërsa kjo mund të ndihmojë në reduktimin e ngarkesës së punës së pilotëve në operacione normale, kur vjen puna të emergjenca si kjo, mund t'i lërë pilotët të mungeshin në këtë aspekt bazik të fluturimit, thjesht operimin e motorëve. Ndërsa kapiteni vazhdonte të ngjitej në nivelin e fluturimit 230, dora e tij e djathtë duke rregulluar lidhset e shtytjes, një aeroplan në afërsi po përpiqej ta kontaktonte atë mbi radio, me kërkesë të kontrollit të trafikut ajror, por ashtu si kontrollori nuk mund të arrinte te ai. Më shumë se 1 minutë kishte kaluar tani që nga humbja e energjisë, dhe shqetësimet po fillonin të rriteshin rreth asaj që po ndodhte në bord të fluturimit 870. Rikthimi I energjisë. Sa e dobishme sa ishte lista elektronike e kontrollit, kjo listë e veçantë kishte një tëmet serioze. Secili nga artikujt që oficerja e parë kishte plotësuar deri tani, ishte I lidhur me rikthimin ose rikonfigurimin e 9 sistemeve të veçanta që ishin humbur. I varrosur gjithë rrugën në fund të listës së kontrollit, në të cilën oficerja e parë do të duhej të lëvizte poshtë, ishte artikulli I cili do të rikthente energjinë në aeroplan. Kjo përfshinte kalimin e tij në një furnizim elektrik alternativ. Ajo që kjo do të thoshte ishte se lista e kontrollit që Airbus dizenjoi I kishte lënë pilotët mjaft fjalë për fjalë në errësirë, fluturuar manualisht natën me asgjë për t'u bazuar përveç horizontit jashtë dritares. Nëse ky artikull do të ishte vendosur në krye të listës së kontrollit, pilotët do të kishin qenë në gjendje të rikthyenin energjinë në aeroplan menjëherë. Ky dizenj kishte vënë në rrezik në mënyrë të panevojshme të gjithë në bord. Por nuk kishte kohë për diskutime të filozofisë së listës së kontrollit në kabinën e fluturimit 870. Oficerja e parë shtypi butonin alternativ dhe energjia u rikthye në aeroplan. Një shkëlqim I ngrohtë dhe I njohur u kthye në kabinën e fluturimit, ndërsa ndriçimi u aktivizua dhe ekranet u rinisën. Pilotët ishin masivisht të lehtësuar. Ata ishin tani mbrapsht në një situatë e cila ishte të paktën një farë e njohur. Por të lehtësuar sa ishin pilotët, mendjet e tyre ende po garonin me pyetje. Çfarë kishte shkaktuar humbjen e energjisë? A mund të ndodhte përsëri? Dhe nëse ndodhte,
çfarë tjetër mund të shkonte gabim? Ata duheshin të vlerësonin situatën shpejt dhe të zhvillonin një plan për të siguruar sigurinë e aeroplanit. Kapiteni pa se ai tani po afrohej në nivelin e fluturimit 230, niveli i fundit në të cilin ishte liruar nga kontrolli i trafikut ajror. Ai nevilua dhe pastaj rilidhte autopilotën. Shtytja automatike ende nuk po funksiononte, kështu që ai duhej të trajtonte lidhset e shtytjes manualisht, por ende kthimi i autopilotit i kishte sjell atij pak kohë të çmuar për të menduar. Ai ia dorëzoi kontrollin oficeres së parë, ndërsa ai filloi të rishikonte situatën. Së pari, ai kontaktoi kontrollin e trafikut ajror duke lëshuar një thirrje PAN, e cila është një hap poshtë nga një Mayday. Kontrollorët ishin të lehtësuar të dëgjonin nga fluturimi dhe ta shihnin atë përsëri në ekranet e tyre. Ata i udhëzuan kapitenin të vazhdonte të fluturonte drejt përpara në lartësinë e tij aktuale, por kapiteni ishte i shqetësuar për gjendjen e aeroplanit të tij. Energjia mund të ishte rikthyer, por ai ishte ende i pasigurt pse ajo kishte shkuar në fillim dhe, çka është më shumë, kishte ende plot sisteme që nuk po funksiononin, më e pakta prej të cilave ishte shtytja automatike. Nuk duke e sigurt të linte aeroplanin të vazhdonte të fluturonte jashtë mbi det, larg nga aeroportet të përshtatshme. Kapiteni i tha kontrollorit se ai duhej të kthehej përsëri mbi tokë dhe atij u dha udhëzim të kthehej në një drejtim prej 290 gradësh përsëri perëndim, drejt Londrës. Për t'i dhënë vetes më shumë kohë për të vlerësuar situatën, kapiteni pastaj kërkoi të hynte në një model pritjeje. Kontrollori e liroi atë të hynte në pritje në një pikë rruge të quajtur Brezo, disa milje në jug-perëndim të Clacton. Pilotët e vendosën këtë pritje në kompjuterin e tyre menaxhues të fluturimit dhe filluan të ndiqnin drejt saj. Deri tani, ekuipazhi kishte bërë një punë të shkëlqyer në menaxhimin e situatës emergjente, duke mbetur të qetë nën presion dhe duke rikthyer një farë ngjashmërie të normalitetit në fluturim. Por ata do të vinin në zjarr nga disa çerek për atë që bën më pas. Dhe këtu është ku historia e fluturimit 870 vërtet fillon. Vendimi kritik. Pasi u vendos në modelin e pritjes në nivelin e fluturimit 230, kapiteni filloi të përpiqej të kuptonte se cilat sisteme ishin ende duke funksionuar dhe cilat jo. Pavarësisht nga rikthimi i energjisë në aeroplan, një nga njësitë që konverton rrymën AC nga gjeneratorët elektrik në DC të kërkuar nga sistemet e aeroplanit, i njohur si një transformator drejtues, nuk po funksiononte. Gjëja e fundit që kapiteni donte ishte që energjia të shkonte përsëri. Si mas paraprake, ai nisi njësinë e energjisë ndihmëse, një motor i vogël reaktiv në bishtë të aeroplanit. Ai nuk kishte nevojë për elektricitetin prej tij tani, por nëse aeroplani do të vuante një humbje tjetër energjie, ai donte të ishte në gjendje ta përdorte këtë furnizim shpejt. Një serë sistemesh të tjera ishin humbur, përfshirë ngrohjen në xhamin e parë të kapitenit dhe dritaren e tij anse. Kontrolli i temperaturës së kabinës gjithashtu nuk po funksiononte më dhe as ventilimi për avionikën në kabinë ose ventilimi për banjën dhe kuzhina. Ky nuk ishte aeroplani i shëndetshëm me të cilin kapiteni kishte nisur nga Heathrow vetëm pak minuta më parë. Duke u përpjekur të lokalizonte burimin e këtyre problemeve, kapiteni solli faqen e sistemit elektrik në një ekran qendror. Në të, çdo gjë dukej se po funksiononte normalisht, përveç transformatorit drejtues numër 1, i cili ishte i theksuar në ngjyrë kafe. Kapiteni supozoi, në mënyrë të kuptueshme, por në mënyrë të pasaktë siç do të rezultonte, se dështimi i transformatorit drejtues ishte shkaku i humbjes së energjisë. Realiteti ishte se në vend që të ishte shkaku i humbjes së energjisë, ai ishte ende një viktim tjetër e arsyes së vërtet për humbjen e energjisë, që ishte dështimi i një prej 2 gjeneratorëve kryesor elektrik, Gen 1, i cili ishte lart nga transformatori drejtues. Por pilotët nuk duhet të jenë ekspert në sistemet elektrike të aeroplanit të tyre. Ekspertët e vërtet janë ata që punojnë në mirëmbajtje. Nëse kapiteni mund të arrinte të një inxhinier në British Airways, ai mund të merrte një farë qartësie rreth asaj që po ndodhte me aeroplanin. Ai thirrri me radio qendrën e kontrollit të mirëmbajtjes së British Airways dhe përshkroi atë që kishte ndodhur me aeroplanin. Prapa në aeroplan, pasagjerët ishin ende të pavetëdijshëm rreth asaj që kishte ndodhur. Gjithçka që dinin ishte se dritat kishin fikur për disa momente dhe se aeroplani tani dukej se po kthehej mbi periferit në lindje të Londrës. Ata nuk kishin asnjë ide se vetëm pak momente më parë, dritat në kabinë kishin fikur gjithashtu, për të mos përmendur ekranet dhe instrumentacionin e kabinës.
Ndërmjet thirrjeve për mirëmbajtje, kapiteni bëri një njoftim për pasagjerët dhe ekuipazhin e kabinës se kishte pasur një problem teknik me aeroplanin. Ai tha se ata ishin tani në një model pritjeje, ku po merrnin parasysh se çfarë të bënin më pas. Natyrisht, pasagjerët ishin të etur të vazhdonin në Budapesht. Nuk kishte më fluturime atje nga Heathrow atë mbrëmje, dhe nëse ata do të ktheheshin në Londër, ata do të duhej të prisnin deri ditën tjetër në më të shpejtën për të marrë një fluturim tjetër. Por ata nuk dinin mjaft se sa keq kishin shkuar gjërat lart përpara, dhe lart në kabinë, një problem i ri po zihej. As pilotët, as inxhinieri i mirëmbajtjes me të cilin po flistin, nuk e dinin se sa serioz ishte problemi. Keq kuptim me pasoja. Gjatë bisedës së kapitenit me kontrollin e mirëmbajtjes, një keq kuptim kishte zhvilluar. Marrja mbi radio ishte e keqe dhe frekuenca po përdore nga disa aeroplan të tjerë gjithashtu, kështu që ishte e vështirë për të dy kapitenin dhe inxhinierin të kishin një bisedë të duhur. Ajo që kjo do të thoshte, ishte se inxhinieri humbi disa pjesë të rëndësishme të transmetimeve të kapitenit. Kjo përfshinte sasinë e madhe të ekraneve, ndriçimit dhe instrumentacionit të kabinës që kabina kishte humbur gjatë dështimit të energjisë. Ajo gjithashtu përfshinte faktin se pilotët kishin nevojë të shtypnin butonin SOS furnizim AC për të rikthyer energjinë në aeroplan. Ky ishte një fakt i rëndësishëm, sepse do t'i kishte treguar inxhinierit se problemi ishte më shumë se thjesht një problem me transformatori drejtues. Si rezultat i kësaj, inxhinieri ishte nën përshtypjen se problemet e aeroplanit kishin filluar me dështimin e transformatorit drejtues. Realiteti ishte se problemi shtrihet shumë më thellë me komponentin që ofron elektricitetin e aeroplanit që fillonte me gjeneratorin 1 ose G1. Ky ishte një problem shumë më i madh, dhe ai ende paraqiste një kërcënim për aeroplanin. Nëse ai mund të dështonte një herë, ai mund lehtësisht të dështonte përsëri. Por paditur se ky ishte problemi, kontrolli i mirëmbajtjes thjesht nuk mund të ofronte këshilla të shëndosha. Pra, duke operuar nën përshtypjen e gabuar se problemi shtrihet me një transformator drejtues, inxhinieri kontrolloi dokumentacionin e tij të mirëmbajtjes për të parë nëse aeroplani mund të fluturonte në mënyrë të sigurt me këtë jo operativ. Siç rezultoi, mund të bënte. Inxhinieri pastaj këshilloi kapitenin se do të ishte e mundur të vazhdonte fluturimin e gjithë rrugës për në Budapest, duke mbajtur këtë defekt. Kur aeroplani do të ulej në Budapest, personeli lokal i mirëmbajtjes atje mund të rivendosnin sistemin dhe aeroplani do të ishte përsëri në gjendje të mirë. Problemi i zgjidhur, dukej. Fluturimi kishte AOK nga kontrolli i mirëmbajtjes për të vazhduar në Budapest. Kjo ishte një pjesë e lehtë e këshillos për inxhinierin për t'u dhënë, duke ndenjur në mënyrë të sigurt në tokë. Por përfundimisht ishte vendimi i kapitenit nëse të kthehej në Heathrow ose të vazhdonte fluturimin në Budapest. Dhe nuk ishte një vendim i thjeshtë për t'u marrë. Dy pilotët tani filluan të diskutonin opsionet e tyre, ndërsa fluturonin rreth modelit të pritjes në verilindje të Londrës. Nga njëra anë, edhe me energjinë tani të rikthyer, aeroplani ende kishte probleme. Ai ishte i përgjegjshëm për ta marrë këtë aeroplan jashtë mbi detin e veriut dhe pastaj qindra milje nëpër Evropë, duke ditur se ai kishte probleme? Pilotët filluan të shfletojnë nëpër dokumentacionin e tyre në bord, duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë do të thoshte për ta të vazhdonin fluturimin me secilën nga këto sisteme jo operative. Një problem i rëndësishëm që ata kishin ishte mungesa e ngrohjes së xhamit dhe dritares në anën e kapitenit. I varrosur në dokumentacionin e A320 ishte një kufizim që thoshte se për të ngritur me një ngrohje të papërdorshme të xhamit dhe dritares, aeroplani do të duhej të shmangë kushtet e akullimit për të gjithë fluturimin. A mund të siguronte vërtet kapiteni në një fluturim 2 orë gjysmë se ai mund të mbetej i pastër nga kushtet e akullimit? E gjitha që do të duhej për të rënë në këtë kufizim do të ishte që pilotët të fluturonin pa dashje në një re të ftohtë, diçka nga e cila nuk ka shumë mungesë në qiell. Dhe duke folur për re, kishte ende çështjen gjithnjë e shqetësuese të motit në Budapest. Kur pilotët kishin kontrolluar më herët, kushtet kishin qenë mjaft të këqija për t'u sfiduar edhe në një aeroplan plotësisht funksional. Në fakt, dukshmëria ishte parashikuar të ishte aq e ulët sa pilotët mund të kishin nevojë ta merrnin aeroplanin të kryente një autoland, diçka që rrallë bëhet. Por pa një shtytje automatike funksionale, aeroplani nuk do të ishte në gjendje as të ulej vetë nëse kjo ndodhte. Pilotët do të duhej të devijoheshin në një aeroport tjetër.
A kishte vërtet kuptim që kapiteni të merrte aeroplanin e tij të defektueshëm në një fluturim nate 2 oraresh në një aeroport ku moti ishte marginal dhe nga ku ai mund të duhej të devijohej në çdo rast? Dhe kjo ishte duke supozuar se aeroplani do të vazhdonte të funksiononte më ose më pak si kishte qenë, që pilotët kishin rikthyer energjinë. Duke u rënduar rënd në mendjet e tyre, ishte mundësia se ai nuk do ta bënte këtë dhe se ata do të humbnin energjinë përsëri dikund mbi Evropë ose jashtë mbi detin e Veriut, ose më keq se të gjithave, nëse më shumë defekte do të shfaqeshin në rrugë ose nëse dështimi i energjisë do të ndodhte përsëri, a do kishin të njëjtin fat që kishin pasur herën e parë? Me siguri gjëja e arsyeshme për të bërë ishte të quajë një natë dhe ta sillnin aeroplanin përsëri në Heathrow, ku dinin se do të ishin të sigurt. Konsideratat komerciale. Por e gjithë kjo ishte vetëm njëra anë e argumenteve që pilotët duhej të kishin me veten e tyre. Nga ana tjetër, nëse ata zgjedhnin të ktheheshin në Heathrow, menaxhmenti i linjës ajrore nuk do të ishte i kënaqur. Fund së fundi, inxhinierët e vetë linjës ajrore kishin këshilluar kapitenin se fluturimi ishte në rregull për të vazhduar në Budapest. Pse do ta ignoronte kapiteni këshillën nga dikush që dinte më shumë se ai rreth sistemeve të aeroplanit? Nëse ai kthehej në Heathrow, kostoja për linjën ajrore në karburant të mbeturinave dhe rirezervime pasagjerësh do të arrinte në 10.000 pound. Kjo u bë edhe më e keqe nga fakti se vetëm disa muaj më parë, një copë e re legjislacioni kishte kaluar në Bashkimin Evropian, e quajtur Rregulloria e të drejtave të pasagjerëve të ajrit. Kjo i jepte të drejtë çdo pasagjer në një fluturim të vonuar me më shumë se 3 orë për kompensim të konsiderueshëm financiar. Me fjalë të tjera, kthimi në Heathrow do të ishte një zgjedhje e kushtueshme. Por pastaj, të paktën në letër, pilotët nuk supozohet të marrin vendime të lidhura me sigurinë bazuar në konsiderata tregtare si kjo. Ajo që kapiteni duhej të merrte parasysh, të cilën menaxhmenti i linjës ajrore nuk e bënte, ishte një kosto tjetër e plot. Kostoja e gjërave që shkojnë gabim në ajër për një herë të dytë dhe ndoshta këtë herë pa një rezultat kaq pozitiv. Deliberimet vazhduan për 40 minuta ndërsa fluturimi 870 fluturoi në modelin e pritjes në 23.000 metra në verilindje të Londrës. Përfundimisht, në 10 minuta mbas orës 9, kapiteni mori vendimin. Ai mendoi se me transformatorin drejtues të defektueshëm tashmë jashtë linje, ishte e pamundur të shkaktonte më shumë probleme. Kontrolli i mirëmbajtjes ja kishte dhënë dritën e gjelbër dhe ai i besonte gjykimit të tyre. Fluturimi 870 do të vazhdonte në Budapest. Përsëri, ajo që as pilotët, as mirëmbajtja nuk e dinin, ishte se problemi nuk ishte kurrë me transformatorin drejtues që filloi. Problemi i vërtet, Gen 1, po zumbullonte qetësisht në sfond dhe ai ishte plotësisht përgjegjës për të dështuar përsëri. I verbër për këtë fakt, kapiteni informoi kontrollin ajror se ai do të vazhdonte fluturimin. Ai pastaj bëri një njoftim për pasagjerët dhe ekuipazhin e kabinës për këtë efekt. Oficerja e parë drejtoi aeroplanin lindje dhe filloi të ngjitej në nivelin e fluturimit 330. Në këtë pikë, i sigurt se ata nuk kishin nevojë për elektricitetin dhe nuk donin të humbnin karburant, pilotët e fikën APU-n. Në rrugë për Budapest. Para së shpejti, fluturimi 870 kishte arritur lartësinë e tij të udhëtimit dhe ishte në rrugën e tij për në Budapest. Pilotët po monitoronin nga afër si instrumentet e tyre, ashtu edhe motin në destinacionin e tyre. Duke pasur parasysh se sa keq kishin filluar gjërat për fluturimin, ishte lehtësim për pilotët që pasoja e vetme e qëndrueshme, dukej se ishte se ata ishin 40 minuta vonë, duke shpenzuar rreth kaq kohë në modelin e pritjes mbi Mbretërinë e Bashkuar. Kapiteni kishte marrë përsëri kontrollin e aeroplanit nga oficerja e parë, dhe ai kishte gjetur një cilësim shtytjeje, i cili e mbante aeroplanin në një shpejtësi të arsyeshme udhëtimi. Ishte e pazakontë të fluturoje një avion kaq modern në lartësinë e udhëtimit me shtytje manuale, por nuk ishte as pak e pasigurt. Sa kohë që moti do të mbahej lart në Budapest, ajo që filloi si një katastrofë, pothuajse do të ishte bërë asgjë më shumë se një shqetësim në historinë e fluturimit 870. Pasagjerët kishin harruar pothuajse plotësisht për çështjen më herët në fluturim, ndërsa u përpoqën të merrnin pak pushim para se të arrinin në Budapest. Por rreth orës 10:30 kohës së Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa pilotët filluan zbritjen e tyre, aeroplani i tyre kishte një surprizë të fundit të keqe në dyqan për ta. Temperatura në lartësitë normale të udhëtimit është rreth -50 gradë Celsius. Si rezultat, lëkura e aeroplanit është ftohur deri në pikën e ngrirjes gjatë udhëtimit dhe mbetet kështu për shumicën e zbritjes.
Dërsa fluturimi 870 zbriste, lagështia e ngrohtë në atmosferë goditi xhamin e ftohtë të xhamit të përparëm dhe dritarja anësore e kapitenit u ngri. Në 10 minuta para orës 11 të natë, fluturimi 870 u rreshtua me pistën për qasjen e saj përfundimtare. Pilotët ulën pajisjen e uljes dhe ngadalsuan aeroplanin. Kur ata përfundimisht dolën nga rret, efektet e plota të xhamit të ngrirë të kapitenit u bën shumë të qarta. Ndërsa oficerja e parë mund të shihte pistën jashtë xhamit të saj të përparëm, kapiteni ishte efektivisht i verbër. Nuk kishte mënyrë që ai të mund të ulte aeroplanin kështu. Ai ja dorëzoi kontrollin oficeres së parë, në mënyrë që ajo të mund të plotësonte uljen. Kur një pilot fluturon, është puna e pilotit tjetër të monitorojë fluturimin e tyre. Por pa qenë në gjendje të shikojë jashtë xhamit të tij të përparëm, kapiteni nuk ishte plotësisht në gjendje të monitoronte oficeren e parë. Ai thjesht duhet të ndiqte atë që ajo po bënte në instrumentet e tij, duke u siguruar se ajo po qëndronte në shtegun e zbritjes dhe se shpejtësia e saj ishte e sigurt. Përveç kësaj, kjo ishte një nga rastet e pakta jashtë simulatori që oficerja e parë duhej të kryente një qasje dhe ulje, ndërsa kontrollonte manualisht lidhzat e shtytjes. Kjo nuk ishte saktësisht një emergjencë, por mungesa e saj e përvojës praktike me këtë kishte efektin e rritjes së ngarkesës së saj në një pikë në fluturim, ku ajo vërtet mund të kishte bërë pa një shqetësim të tillë. Zëri automatizuar në kabinë numëroi zbritjen lartësinë e aeroplanit ndërsa aprohonte pistën. 20. Në 5 minuta para orës 11 kohës së Mbretërisë së Bashkuar, fluturimi 870 përfundimisht u ul në mënyrë të sigurt në Budapest. Me kapitenin ende të paaft për të parë jashtë xhamit të tij të përparëm, oficerja e parë taksoi aeroplanin jashtë pistës dhe përsëri në vend qëndrim. Kur u kthye në port, kapiteni shënoi defektet e mbetura në regjistrin teknik të aeroplanit. Pasojat dhe përmirësimet. Të dy ekuipazhi dhe pasagjerët ishin jashtëzakonisht me fat që energjia e aeroplanit nuk u pre për një herë të dytë. Por pyetja ende mbetej se pse ishte prerë në fillim. Siç rezultoi, kjo nuk ishte ngjarja e parë e një humbjeje serioze energjie elektrike në një aeroplan të serisë Airbus A320. Duke u kthyer mbi 10 vitet e fundit, hetuesit gjetën sa 5 incidente të ngjashme, duke përfshirë një i cili ndodhi pikërisht ndërsa aeroplani po bënte qasjen e tij përfundimtare në pistë. Ky ishte qartë një problem me aeroplanët Airbus A320, por kur inxhinierët filluan të përpiqeshin të përqendronin shkakun origjinal për humbjen e energjisë në fluturimin 870, ata nuk mund ta gjenin. Ata e dinin se kishte diçka për të bërë me Gen 1, por pas një serie testesh, ata nuk ishin në gjendje të replikojnë saktësisht atë që kishte ndodhur. Ky gjetje, ose mungesa e saj, kishte një implikim të frikshëm. Një humbje e ngjashme energjie mund të ndodhte përsëri në çdo aeroplan të serisë Airbus A320, pa paralajmërim. Si rezultat, raporti përfundimtar në incident rekomandoi që Airbus të bëjë ndryshime të cilat ishin të përqendruara në minimizimin e seriozitetit të një ngjarjeje të ngjashme, në vend që në parandalimin e saj së bashku. Duke ndjekur këto rekomandime, Airbus që atëherë ka shtuar një furnizim elektrik rezerv në dritën e kabinës së fluturimit, që do të thotë se nëse ka një humbje serioze energjie, instrumentet e gatishmërisë mbeten të dukshme. Aeroplanët më të rinj të Airbus kanë zvendësuar instrumentet e vjetra mekanike të gatishmërisë me një ekran të vetëm LCD. Duke qenë një ekran, ai ndriçohet si parazgjedhje dhe s'ka nevojë për t'u thënë, ka furnizimin e tij të pavarur të energjisë, duke e bërë atë të paprekshëm ndaj çdo humbjeje energjie që prek instrumentacionin kryesor. Dhe ndoshta më vendimtare nga të gjitha, Airbus që atëherë ka modifikuar softwarein e tyre në atë mënyrë që në rast të një humbjeje paralele të këtij lloji, aeroplani automatikisht ka lënë në furnizimin e tij alternativë elektrik, në vend që të presë që pilotët ta bëjnë këtë. Kjo do të thotë se energjia rikthehet shumë më shpejt. Thuhet shpesh se rregullat e sigurisë së aviacionit janë shkruar me gjak, por kjo nuk është historia e plotë. Ndryshime të vogla inkrementale të llojit që rezultuan nga fluturimi 870 kanë shpëtuar pamas jetë gjatë viteve. Pasagjerët e fluturimit 870 ishin me fat që ata ranë në këtë kategori.